Mëngjesi ideal, 3 rregullat e arta për rënje në peshë. Një nga mënyrat më të mira për të bërë një ndryshim rrënjësor në stilin e jetesës është ngrënia e një mëngjesi të shëndetshëm çdo ditë. Studimet kanë treguar se ngrënia e mëngjesit jep një shtysë pozitive metabolizmit, megjithatë kur vjen puna te ky vakt i rëndësishëm, duhet të dimë që jo çdo ushqim që ham në mëngjes ka të njëjtin ndikim tek pesha trupore. Nëse nuk tregojmë kujdes, disa ushqime mund të kenë efekt të kundërt. Në këtë video do të mësoni rregullat e arta të ngrënies së mëngjesit që ju ndihmojnë të humbisni në peshë. Hani menjëherë pasi të zgjoheni. Studimet kanë treguar se ngrënia e mëngjesit vën në punë metabolizmin. Për këtë arsye duhet të ushqeni brenda 30-60 minutave pas zgjimit. Në këtë mënyrë do të shfrytëzoni plotësisht avantazhet e metabolizmit të shpejtë dhe aftësisë së trupit për të djegur yndyrnat. Ushqyerja menjëherë pas zgjimit ju ndihmon të mos keni uri më vonë gjatë paradites. Nëse kjo ndodh, atëherë me siguri do të bëni zgjedhje të gabuara në vaktin e drekës apo darkës. Nëse nuk jeni tipi njeriut që preferoni të ushqeni në mëngjes, atëherë përpiquni të konsumoni kos me fruta të përzjera në një mikser. Ushqimet më të rekomanduar për mëngjes janë proteinat. Sipas të dhënave, një ushqim i pasur me proteina i tillë si vezë dhe kos shtëpie mban larg thetrat e urisë që dalin në pa gjatë paradites. Në këtë mënyrë do të hani më pak dhe rrjedhimisht do të humbisni në peshë. Një studim i kohëve të fundit të zbuloi se gratë që ushqejnë me vezë në mëngjes humbasin 2 fishin e peshës në krahasim me gratë që nisin ditën me byrek apo me produkte të tjera brumi. Proteinat tek vezët ju mban më të ngopur dhe rrjedhimisht trupi merr më pak kalori gjatë ditës. Ushqimet e pasura me protein janë një zgjedhje e shkëlqyer për t'u ndier të ngopur dhe plot energji. Këto ushqime treten më ngadalë se të tjerat. Drithrat. Ushqimet si tërshëra apo drithrat me banane janë ideale sepse ju mbajnë të ngopur për shumë kohë dhe ju ndihmojnë të humbisni kalori më shpejt. Tërshëra dhe bananet është jo vetëm një ushqim i shëndetshëm, por edhe tepër i shijshëm.